Partia Demokratike e Dega e Durrësit ka shprehur shqetësim dhe kundërshtimin e saj të fortë lidhur me vendimet e Bashkisë Durrësit që prekin hapësirat publike dhe institucionet kulturore arsimore të qytetit, në veçanti situatën e krijuar në ambientet e shkollës artistike Jan Kukuzeli dhe marrjen në administrim të sallës Black Box. Është e papranueshme, theksohet në deklaratën e tyre. Në vend që të investohet për zgjerim dhe forcimin e infrastrukturës kulturore dhe arsimore, bashkia ndërmerr hapa që cënojnë funksionimin normal të institucioneve dhe reduktojnë hapësirat në shërbim të fëmijëve dhe të rinjve. Një qytet që i kufizon hapësirat kulturore brezit të ri, po dëmton drejt për drejt të ardhmen e tij. Institucionet arsimore dhe kulturore duhet të jenë hapësira të mbrojtura nga ndërhyrjet arbitrare dhe nga çdo vendim i marrë pa transparencë të plotë dhe pa konsultim me komunitetin përkatës. Çdo veprim që prek funksionet e tyre duhet të bazohet në procedura të qarta ligjore dhe në dialog me mësuesit, nxënësit dhe komunitetin artistik. Është e papranueshme që çështje të tilla të shndrohen në konflikt institucional, duke krijuar pasiguri për nxënësit, mësuesit dhe gjithë ata që kontribuojnë në jetën kulturore të qytetit. Bashkia e Durrësit ka detyrim të sqarojë publikisht bazën ligjore të këtyre vendimeve, arsyet që i kanë diktuar dhe garancitë për rrymësinë normale të aktiviteteve artistike kulturore. Në deklaratë theksohet se Partia Demokratike do të njekë me vëmendje këtë çështje dhe do të jetë në krah të çdo qytetari, prindi, mësuesi dhe artisti që mbron interesin publik dhe dinjitetin e institucioneve arsimore e kulturore të qytetit.